A i dini se 1/3 e masës ose sasisë së jashtëqitjes son përbëhet nga bakterje, myqe, mikrokërpudha, mikrobe, viruse të ndryshme që kanë ngordur pasi kanë plotësuar ciklin e tyre të jetës nga 2 orë deri në 2 deri në 3 ditë afërsisht. Për këtë arsye, qëndrimi i gjatë i kësaj mase brenda zorëve tona do të çliroj ose do të dëmtoj, do të çliroj toksina, do të çliroj helme dhe përbërës të dëmshëm, të cilat to bakterje që kanë ngordur lëshojnë në murin e zorëve, siç thash edhe ke video mbi zorët, dhe pastaj kalim të këtyre helmeve në gjak, duke sjell dëme të vazhdueshme që pasojnë si zinxhir. Lipopolisaridi është kryesori, folëm në video mbi zorët. Ka disa përkufizime mbi konstipacionin ose mbi kapslëkun, por gjithçka varet edhe nga ana personale, gjithse kujt me fjalë. E përbashkëta e të gjithë këtyre përcaktimeve është se konstipacioni shoqërohet ose është vështirësi në jashtëqitje kur dalim jashtë. Kjo mas është e thatë, shumë e thatë dhe është e fortë. Gjithashtu ajo mund të shoqërohet me fryrje barku, mund kemi ngërçe të dhimbshme, njësoj si ngërçet e këmbës, janë ngërçe brenda stomakut, brenda barkut, kohë qëndrimi e gjatë në banjo, sigurisht, dhe ajo ndjenja e mos zbrazjes së plot, pavarësisht se ne kemi mbaruar punë, duke sikur kemi mbaruar punë në banjo, kemi atë ndjenjë që kemi akoma. Gjithashtu, shpeshtësia e jashtëqitjes duhet të zakonisht llogaritet jetë 1-2 herë në ditë deri në maksimum 1 deri në 1 herë në 3 ditë. Po ju paraqes në këtë video arsyet e vërteta që shkaktojnë konstipacionin në jetën tonë moderne, si dhe mënyrat dhe këshillat për të mos pasur këtë konstipacion. Përshëndetje miq, unë jam Bali dhe sot do prekim disa nga arsyet që ne nuk I dim, por që shkaktojnë shpesh kapslëk. Si dhe rrugët më të thjeshta, më natyrale dhe fala sigurisht, ne kam thënë, se si të kemi një rutinë të shëndetshme të jashtëqitjes pa dhimbje dhe pa stres sigurisht. Shumica e rekomandimeve që jepen ose nuk ndikojnë fare, ose përkeqësojnë konstipacionin dhe ju e keni provuar vetë këtë gjë. Ju lutem gjithmonë konsultoni vetëm me mjek, ose me mjekun tuaj të familjes, ose me mjek specialist dhe shmangni çdo lloj sugjerimi abuziv dhe jo profesional nga njerëz që shesin produkte, por që ju dëmtojnë shëndetin, sidomos në media sociale, në YouTube dhe disa televizione të ndryshme. Unë I shoh që janë të përditshëm, bëjnë biznes, po ky biznes fitimi bëhet në kurrizë të shëndetit tuaj. Kemi rreth 6.5 metra zorë në barkun tonë, që përbëhen nga ato qelizat enterocite që tham, qelizat e zorës, janë një shtresore, pra zora është shumë delikate gjithmonë. Më së shumti është një shtresore, siç e thash, dhe rreth saj kemi muskujt e lëmuar, muskujt që nuk I urdhërojmë dot. Jo muskujt e strijuar, por muskujt e lëmuar. Urdhërohen nga sistemi nervor parasimpatetik. Veprojnë vetë, si ju thash. Dhe mbas atyre kemi shumë enë gjaku, nerva, enë limfatike dhe 70% e të gjithë sistemit tonë mbrojtës ose imunitar ndodhet pikërisht rreth përqark zorëve, sepse ato duan të na mbrojnë neve nga këto mikrobe që ndodhen nga 40 trilion qeliza deri në 130 trilion qeliza. Sistemi imunitar është aty për të na mbrojtur neve. Lëvizja e zorëve bëhet në mënyrë ritmike nga këto muskujt dhe duke shtyr ushqimin dhe duke e rrotulluar për ta përthithur në gjithë pjesën e zorës, po ama duke e shtyr tërkohës dhe ajo që quhet peristaltik e zorëve. Ty janë arsyet kryesore të konstipacionit, janë marrja e shumë ushqimeve, e shumë ilaçeve, ne marrim shumë ilaçe sot në jetën tonë të përditshme, shumica e tyre kanë efekt anësor konstipacionin, si dhe ushqimi I gabuar që ne ham. Për sa I përket ilaçeve, ju kam përmendur më parë se çdo ilaç ka efekte të dobishme dhe të dëmshme, më shumë janë të dëmshme në fakt. Po ju paraqis medikamentet kryesore që japin konstipacion sipas grupeve. Janë ato që janë të shkruara vetë ilaçet I kanë shkruar që japin konstipacion, mund të keni konstipacion për këtë gjë. Kështu që gjithmonë çdo lloj ilaçi që keni, lexoni fletën shoqëruese. Aty ku thuhet efekte anësore ose zakonisht përdoret në shqip ndoshta është kontraindikacionet. Këto ilaçe unë po a them që të dini. Janë antihistaminikët ose antialergjikët, Zyrteksi, Claritina, Loratadin, që ndryshe, Benadryli, që është shumë I shpeshtë. Janë këto antiacidet, ju kam folë ke video mbi gastritin, të gjitha këto ilaçe sepse këto më përmbajnë alumin dhe kalcium. Dhe alumini dhe calciumi dëmtojnë murin e zorëve. Janë këto opioidët ose drograt e ndryshme që jepen për kundër dhimbjeve, painkillers si quhet, oksikodoni,
Këtu hyn edhe kjo anestezia. Zakonisht ju e dini të gjithë që kur pas operacionit, me fjalë, nuk jepet as ujë, jepet as bukë, as ushqim, derisa do të kenë lëvizje zorës ose të kenë gazra. Pra, këto pengojnë ose ndalojnë peristaltikën e zorës. Janë antihipertensivët kundër tensionit të lartë, diuretikës sidomos, Lasiksi, HCTZ-ja, kemi beta blocker, metoprololi, timololi, calci blockers, nifedipina ose adalati ndryshe, verapamili, diltiazemi. Janë antidepresantët, elavil, pamelori dhe janë ca ilaçe që jepen kundër urinimit të pavullnetshëm, detroli, ditropani. Janë këto pastaj ilaçet e zakonshme që ne marrim antiinflamator, aspirin, ibuprofen, naproxen, diklofenac, advilët. Janë ilaçet antipsikotik, antiepilektik, kur marrim hekur suplement nga jashtë. Dhe janë ilaçet që jepen pas kimioterapisë zakonisht, kodein, fosfat, ondansetroni, Xanaxi, Paxili, Efexor, XR, Tramadoli, Pregabalina e Cetirizina. Pra, u them si emra që të dini me fjalë, nëse ju keni filluar të merrni një ilaç dhe keni konstipacion, arsyeja është pikërisht për këtë lexoni fletën shoqëruese. Arsye tjetër janë ushqimi me shumë karbohidrate dhe me vajra vegetale. Sepse ato shtojnë, siç u thash ke video më para, shtojnë gram negativët, një grup të caktuar bakterish dhe lipopolisaharidin, këtë pjesën e kësaj e cila dëmton ose shpërbën murin e zorëve dhe kalon ke muskulin, dëmton muskulin dhe jep këtë kontraktimin ose ndalimin e peristaltikës. Marrja e tepruar gjithashtu e bulmetrave. Nuk flasim për marrje të tepruar, gjithmonë, jo në mënyrë të normale. Por njerëzit që janë jashtëzakonisht shumë 3 herë në ditë vetëm me bulmetre, do kenë konstipacion. Gjithashtu, mjekët gabimisht për hipertensionin ata rekomandojnë mos marrjen e kripës ose kufizimin e kripës, edhe ke sëmundjet e zemrës, po edhe për tensionin e lartë të gjakut. E cila është jo e saktë, ju kam shpjeguar edhe më para, është totalisht jo e saktë. Ulja e sasisë së kripës bashkë me efektet e dëmshme do shkaktojë konstipacion. Dehidratimi, shumë i rëndësishëm, është mos pirja e mjaftueshme e ujit ose ju harroni ose nuk e ndjeni që ju pijet ujë. Dhe sepse uji në këtë mënyrë po nuk e morët nga goja, trupi do ta marrë nga zorët, do ta thillë nga zorët. Dhe prandaj do ta thaj atë masën e do ta bëj të fortë. Disa sëmundje japin konstipacion gjithashtu ose kapslëk. Janë sindromi zorës i irritueshme, hipotiroidizmi, hiperparatiroidizmi, shtatzania, ndonjë tumor në zonën e trash, i cili bllokon në mënyrë mekanike jashtëqitjen, edhe kur kemi hequr edhe tëmtin. Dy të fundit do përmendja janë jeta sedentare, pa lëvizje, para televizionit, para kompjuterit tërkohës, si dhe gjumi i keq për shkak të ndalimit të frymarrjes. Mjekimi konvencional ose mjekësor ai që jepet sot nga gjithë bota konsiston në këto suplemente me fibra, zbutës të jashtëqitjes, stimulues, laksativ oksidativ e tjera. Janë disa emra, po them çfarë përdoren, janë Miralaxi, Duclolax, Colax, linaklotid, hidroksid magneziumi, Senokot edhe Bairigoni, kam dëgjuar. Nuk e di sa të suksesshme janë, nuk janë përdorur ndonjëherë për vete, por nëse ju ndihmojnë, mund t'i vazhdoni. Nëse jo, me fjalë, shikoni, dëgjoni këto këshilla që do ju jap tani. Pra, do ju jap rreth 10 këshilla të thjeshta dhe pothuajse falas për këtë problem që ne padashja kemi shkaktuar vetvetes. E para, si gjithmonë, është ushqimi. Shto më shumë yndyrë në ushqim, gjalp, djam, jo yndyra bimore, po yndyra shtatësore. Vaj ulliri dakord, po nuk flas për vajra vegetale, absolutisht jo, shpanë totalisht ato. Radhe për mall në një frut, pavarësisht se thonë që ha fruta kur ke kapslëk don sepse të ndihmon. Absolutisht nuk të ndihmon. Të bën më keq. Kujdes nga fibrat, sepse gabimisht dhe nga padia qoftë mjekësore, qoftë fiziologjike, rekomandohet rëndom të hajnë perime zarzavate. Nuk është e vërtet, ju do merrni ato perime, disa nga perimet, ja vlen të merren ato që kanë indeks të ulët glicemik, nuk ngacmojnë glukozën dhe edhe ngarkesë të ulët. Ka në YouTube, mund të kërkoni megjithatë ose në Google, po unë po ju them disa, ato që ndodhen në Shqipëri kollaj fare. Spinaci, edhe këto sallaturinat, kale, lule lakër, kok lakër, selinoja, brokoli, tranguj, kastraveci, kërpudha, asparagus, barbunja,
këto rekomandohen të merr. Mos harroni ato që janë për që duhen të zjeni, hidhoni ujin sepse kanë shumë oksalate. E dëptojnë në zorën brenda oksalatet. Ato përdorini ose si thësha, ose të zjera, ose me avull, ose të pjekura, ose të skuqura, po jo me vajra vegetale gjithmonë. Shmangni këto patatet, karotat, fasulet, bizelet, tomatet, qepët, sepse gjitha ato kanë shumë sheqer dhe ato proteinat helmuese për zarët tona. Shmangni ato bulmetat për një farë kohë, siç u thash, derisa të mos keni më konstipacion dhe pastaj mund të shtoni në një dozë të arsyeshme, me fjalë, por jo si më para, mos shkoni asnjëherë më shumë. Për ilaçet, nëse arritni të identifikoni ndonjë ilaç, siç u thash, që keni filluar ilaçin, ju ka dhënë konstipacion, flisni me mjekun ose ta ndërprisni atë ilaç ose të merrni një tjetër. Zakonisht më mirë është ta ndërprisni sepse efekti dëmshëm është më i madh se sa efekti pozitiv i tyre. Kryesorja, nëse jeni të dehidratuar, trupi, siç e thash, nëse ju nuk merrni nga goja, trupi do marr nga zorët. Pra do heq ujë nga zorë sepse i duhet se s'bën. Dhe duke hequr këto do ta bëj masën të thatë dhe do ta bëj masën të fortë. Kjo është jashtë zakonisht shumë e fortë, por asnjëherë mos pini ujë në mënyrë të egzageruar. Do pini ujë 4-5 gota, do 1 litër ujë. Është më së mjaftueshme se kam dëgjuar që pin 2.5-3 litra ujë. Jo heqni shumë elektrolitë, do mos e bëni këtë. 4-5 gota ujë është pothuajse më shumë mjaftueshme. Edhe kur dini tharje goje. Po, pini. Sa ju tha goja, pini. Merrni krip me shije dhe me masë, sidomos jetë krip guri, krip himalaje, qoftë edhe krip deti me fjalë, po krip mos e ndani kripën, mos hani shumë me masë aq sa keni shije. Qoftë ju kanë të ndalojeni, merrni krip. Njerëzit që kanë ndaluar kripa kanë shfaqur konstipacion. Magneziumi. E gjithë e dini besoj, magneziumi ka një efekt të shkëlqyer në trajtimin e konstipacionit, është shumë i lirë si ilaç, ose falas, ndihmon gjithashtu edhe për gjumin. Dhe nuk ka efekte anësore sepse nuk është ilaç në fakt, është suplement natyral. Ka disa lloje magnezi sipas përdorimit, të cilat mbajini mend. Nëse ju keni kapslëk akut, pra ju fillon keni 2-3 ditë, nuk po dilni dot 4 ditë, dhe ndjeni që sikur ju kanë ngecur zorët, nuk lëvizin, nuk kanë lëvizur fare zorët. Atëherë rekomandohet me magnezium citrat. Por nëse ju keni kapslëk dhe ndjeni lëvizje, gurgullima në zorë, mund të merret magnezium glicinat. Kjo janë gjithmonë për kapslëkun akut. Nëse keni kapslëk kronik, të herpaseshme, që ju e dini, buani prej muajsh, prej vitesh me këtë, zakonisht jepet o rekomandohet oksid magneziumi në mënyrë të vazhdueshme. Merrni gjithmonë magneziumin para gjumit, sepse ju ndihmon edhe për gjumin, po aman vepron gjatë gjithë natës tek zorët dhe ndihmon që të bëjnë lëvizshmërinë e zorëve. Kafja, ju kam thënë që nxit sistemin nervor edhe nxit lëvizshmërinë e zorëve. Ndihmon, por gjithmonë 1 ose 2 kafe maksimumi në mëngjes deri në para dreke. Në këtë mënyrë ju nuk do keni ato problemet e tjera të pagjumësisë që dëmteve që sjell kafja. Mos harroni diçka, nëse ju pini kafe shumë gjatë ditës, edhe sidomos shoqëruar me sheqer artificial, ka hyrë në modë kjo sheqer artificial, dhe nëse keni diare, shkaku është ky. Kafja bashkë me sheqerat artificial shkaktojnë diare. Përpiquni të shkoni në të njëjtën kohë, si më thënë, të edukoni zorët në një orar të caktuar të jashtëjetës, zakonisht në mëngjes, siç e thash, pas kafes së parë. Edhe kjo do ndihmoj, bashkë me magneziumin, bashkë me kafen, do ndihmoj që të dilni jashtë kollajit. Jeta aktive me gjimnastik, ushtrime, ecje, lëvizje, sepse ndihmon në aktivizimin dhe mbajtjen të aktivizuar ose të nxitur të nervave, edhe lëvizjet e zorëve. E nënta, arritëm ke nënta. Kujdesuni të keni një regjim të mirë gjumi, me këshillat që kam rekomanduar ke videon mbi gjumin, sidomos për pagjumësinë, sepse gjatë gjumit aktivizohet sistemi nervor parasimpatetik, ai nga i cili varen muskujt e zorëve. Pra nëse ne kemi një sistem të qetë parasimpatetik gjatë natës, një gjumë të mirë, atëherë ai do ndihmojë që kjo lëvizje e zorëve të vazhdojë pa pushim. Nëse kemi gjumë të shpërbër, atëherë këto sistemi nervor simpatik dhe parasimpatetik do ngrihen, ulen si në balancë dhe kjo lëvizje e zorëve do jetë ose e çrregut ose nuk do punojë, ashtu siç duhet. Dhe e fundit, një këshill që ka të bëjë me anatominë e trupit tonë. Ne përdorim të gjithë VC alla franga, sot me fjalë. Vendosni një stol, si këto fotot, kam bërë disa foto, ose mund ta bleni online, sepse
dhe ulurin në këtë pozicioni, sepse krijon një lehtësi shumë të madhe në një jashtëqitje të kollajshme, të shpejtë dhe jo të dhimbshme. Mirë miq, kjo ishte video për këtë javë. Nëse ju nuk keni sëmundje të tjera bashkëshoqëruese në trup dhe në zor, këto këshilla do t'ju japin atë rezultat që dhe përgjigje që keni shumë kohë ose vite që po e kërkoni. Shpresoj dhe përpiqem të ndihmoj sa më shumë prej jush. Ndani këto video me këdo që njihni dhe që kanë probleme mjekësore, sepse janë të vërtetuara, të provuara, që punojnë në miliona njerëz dhe raportimet thonë që jeta është komplet të ndryshe, jo vetëm për konstipacion, por edhe për gjëra të tjera që unë kam bërë. Like, subscribe dhe shkruani në një koment ose pyetje tek komentet më poshtë. Ju uroj një ditë të mbarë dhe të keni shëndet të gjithë. Mirupafshim.